Ku na bëm pun shampo kolori I kemi thinja kokforte, duhet boja se s'na bën gjë derman, na shkruan tisi. E dashur shampot kolor janë të fuqishme në flok një lloj si boja. Ato mbajnë në flok një lloj si boja, por përdorimi I tyre është më I thjeshtë se sa boja. Pra ju mund të përdorni thjesht fare, mund ta hidhni shampon kolor në duar, e përzieni aty dhe vendosni në flok. Kaq, në flok të thatë. Mjafton ta lini disa minuta dhe do të mbulohen të gjitha thenjat tuaja dhe floku patjetër do të lyhet I një trajçëm. Pse shampot kolor? Sepse këto kanë përbërës bimor ndryshe nga bojrat të cilat janë plot me kimikate. Shampoja që kam në dorë është një shampo me kolor patëllxhan dhe është me përbërje të avokado. Koloret e tjera janë me ginger, argan dhe aloe vera. Pra kjo është arsyeja pse ju duhet të keni një shampo kolor, sepse ka kaq shumë benefite dhe nuk ka përbërje të dëmshme që do të rrëzojnë apo do të dëmtojnë flokët tuaj me kalimin e kohës. Ku na bëm pun shampo kolori I kemi thinja kokforte, duhet boja se s'na bën gjë derman, na shkruan tisi. E dashur shampot kolor janë të fuqishme në flok një lloj si boja. Ato mbajnë në flok një lloj si boja, por përdorimi I tyre është më I thjeshtë se sa boja. Pra ju mund të përdorni thjesht fare, mund ta hidhni shampon kolor në duar, e përzieni aty dhe vendosni në flok. Kaq, në flok të thatë. Mjafton ta lini disa minuta dhe do të mbulohen të gjitha thenjat tuaja dhe floku patjetër do të lyhet I një trajçëm. Pse shampot kolor? Sepse këto kanë përbërës bimor ndryshe nga bojrat të cilat janë plot me kimikate. Shampoja që kam në dorë është një shampo me kolor patëllxhan dhe është me përbërje të avokado. Koloret e tjera janë me ginger, argan dhe aloe vera. Pra kjo është arsyeja pse ju duhet të keni një shampo kolor, sepse ka kaq shumë benefite dhe nuk ka përbërje të dëmshme që do të rrëzojnë apo do të dëmtojnë flokët tuaj me kalimin e kohës.